Përshëndetje, mirë se erdhët në konferencën e shtyrë të Partizani, programuar si gjithmonë në prag të sfidës së javës 26, ku Partizani përballë Ignatin. Si gjithmonë të pranishëm në konferencën kemi trajnerin Olten Kërnaj, i cili është i gatshëm të përgjigjet pyetjeve duke filluar nga. Profesor, përveç mungesës Ismailit, si është gjendja e skuadrës dhe a ka probleme, po themi, skuadrës e kontentive duke thënë që ka ndryshime në gol teknik të them të drejtën, Ismaili është i shtohet numrit të lojtarëve që mungojnë për këtë ndeshje, kuptohet dëmtimet që kanë qenë lojtarë që kanë qenë më përpara, ku mos janë afruar, si Preka, Marku, Diet, Çipi që janë dëmia afatgjat, pjesa tjetër është okay dhe që ka pasi shqetësim të vogël, por është stërvitur me ekipin, kështu që çdo gjë është okay. Keni tekstuar deklaratën tuaj të parë që Final Four është objektiv, u dru pak utopia o deklaratë atëherë duke parë gjendjen e Partizanit por edhe renditjen. Tani më, kur shikoni vetëm të lloj situate, e faktin që rivalët nuk e kanë hapur tuaj, sa optimist është Kërnaja mbasi të pretenduar më tepër se kaq? Të them të drejtën, kur kemi ardhur, kemi thënë që jemi për Final Four dhe vazhdojmë ta themi përsëri që jemi Final Four, vetë emri i ekipit, emblema që mban tifozët e shumë që e ka detyrim që të luajë gjithmonë për trofe dhe sa më lart në renditje. Tashmë, nëse më përpara tham dhe ishin shumë veta skeptik sepse edhe jo çdo gjë varet nga duart tona, nga këmbët tona më saktë. Tashmë çdo gjë e kena vetë në dorë, të shikojmë ndeshjet tona, nëse marrim ndeshjet tona, Final Four aty është, nuk ka ku largohet. Përballë keni kampionin fuqi dhe skuadrën për të mundur këtë sezon, Ignatian, ndeshje që në dy takimet e para nuk keni mundur të merrni pikë, jo personalisht për Partizanin, ndërkohë që luani një ndeshje të tretë që është përcaktuese mbase edhe për fabin e skuadrës Rogozhinës, çfarë prisni këtu? Sigurisht, me Ignatia meriton respekt, për çka ka dhënë 3 vitet e fundit në futbollit shqiptar, është kampioni 2 rresht, kampioni i kampionatit, i kupës, i Superkupës para një viti, ndërsa këtë vit e humbi finalen, është një ekip mirë organizuar me lojtarë shumë cilësor. Të them të drejtën, 2 ndeshje që kemi ndeshur ne kemi bërë ndeshje jashtëzakonisht shumë të mira. Ndeshjen e parë kemi dalë 0-0 këtu me një rast në minutën 90 që Sinani shpëtoi me Tomën. Do flisim ndryshe. Dhe në ndeshjen e Rogozhin përse kemi bërë një paraqitje jashtëzakonisht shumë të mirë. Episodi ishte ato që e vendosën, Kështu që vazhdojmë të them përsëri do bëjmë një paraqitje shumë të mirë dhe pjesën tjetër pasaj. Ne do të bëjmë detyrën dhe pjesën tjetër lëm fushës. Sa i ndruani ekipit Rogozhinës duke ditur për idenë që ka kjo skuadër dhe faktit që ata vinë dhe ata në formë të mirë, fizike por edhe rezultate? Të them të drejtën, nuk është unë shikoj vetëm punën e ekipit tim, shoh në mënyrën se si do luajë ekipi djemta, organizimin djemve tanë. Nuk është se do kemi drujtje, luhet futboll, nuk është se do kemi drujtje ndaj ndonjë ekipi, ekipet luajnë të barabarta, vijnë të dy ekipet në formë shumë të mirë momentale. Mund të them bashkë me Vllaznin janë 3 ekipet që janë më në formë në vitin 2026, kështu që besoj do jetë një ndeshje e bukur, luftuar nga të dy ekipet, dhe pastaj jo thashë edhe të lëmë fushës të shohim kush do bëjë më mirë. E shikon këtë sfidë dhe një sfidë brenda sfidës me homologun tuaj e blerët tonë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë nuk e shoh sfidë brenda sfidës, Tetova ka dhënë shumë për futbollin shqiptar, mos harrojmë ka fituar rreth 7 trofe, nëse s'jam gabim gjatë kohës që është e Ignatia. Më duhet shumë punë që të shkoj atje, kështu që besoj se nuk është sfidë mes nesh, është sfidë mes Ignatiës dhe Partizanit, kështu që ja lëm Ignatia dhe Partizanit të shfaqen në fushë, jo trajner. Në drejtimin tuaj Partizani ka patur një lloj progresi të jashtëzakonshëm jo vetëm në rezultate, por edhe në lojë. Ajo është kjo skuadra që ju pretendonit kur e morën të skuadra, apo prisni ende më shumë të ky Partizan? Të them të drejtën, çunat kanë pas rritje jashtëzakonisht shumë mirë, jo vetëm nuk është merit, më them vetëm e një, por që gjithë klubit Partizani, duke pa elemente të shumta që ka në përbërje, mund të jemi ekipi me përbërje më të madhe në Super League. Pavarësisht se ka pas jashtëzakonisht shumë dëmtime, ekipi ka shfaqur vetëm rritje në rezultate në lojë. Akoma nuk është më mirë sepse siç e dini, thuaj se baza kryesore e lojtarëve është akoma jashtë. Arafat, Nondi, Preka, Marku, Çipi, janë shumë lojtarë që në një që ndoshta nuk mund ta harroj për momentin, janë shumë lojtarë që janë jashtë. Kështu që në momentin që do jetë i gjithë grupi i plot, atëherë vërtet do jemi një skuadër frikshme. Nëse do të jeni në Final Four, kë shikoni për rivalin për titull kampion, nëse kampionati do të mbyllë 36 javë në këtë moment? Jo, kampion. Kush është në Final Four janë rivalet për kampion. Kuptohet. Sigurisht që në fund se ekipi ju ka vendosur në syrin tënd është duket më i fortë, më potent kush në lojës. Atëherë, të them të drejtën, ekipet në Shqipëri janë me faza. Një fazë është një ekip, faza është ekip tjetër, nuk është një ekip ka treguar
rrjedhshmëritë e qartë nga ndeshja parë deri në fund. Mos harrojmë Vllaznia sot është kryesuese, por në fund dhjetorit ishte thuajse jashtë Final Forit, nëse mani mend. Kështu që tashmë mbas një ecuri të fazës tretë shumë të mirë, me 8 fitore radhazi arriti të shkëputën në vend të parë, jo të kapte vendin e parë. Po ashtu kemi pasur ne oscilacione në fillim sezonit, e kemi filluar jashtëzakonisht shumë dobët, mos harrojmë 4 humbje radhazi, 5 humbje total në 7 ndeshje që Partizani nuk i kishte ndodhur në shumë vite. Prandaj duhet të parë forma, mbasi mbaroi 36 javë të forma e ekipin në Final Four. Duke parë dhe formulën që është, ju jep mundësi të gjithë që të luajnë për titull kampion. Ke menduar ndonjëherë që nëse të kishe patur timonin e kësaj skuadre që në javën e parë situata e Partizanit do ishte ndryshe? Jo, nuk jam njëri me pishman, unë jam krenar që jam të Partizani në momentin që e mora, nuk jam me pishmane, atëherë kur e mora dhe tani mundohem të japi maksimumin, kështu që nuk mendoj fare në qoftë se do ishte më përpara se jo. Të them të drejtën, nëse Partizani do ishte në vend të parë, mos do më jepte mundësia të isha te Partizani, kështu që kjo është një basti imi personal dhe faleminderit presidentit që na dha mundësinë që të ishim këtu. A keni një apel për lojtarët, për dhe për tifozët në prag të këtij dueli të rëndësishëm kundër Ignates? Apel jo, thjesht një thirrje tifozët jemi sa më shumë. Ekipi ka nevojë tashmë kur jemi shumë afër fundit të kampionatit, të jemi sa më shumë në numër, sepse e kam i thënë shumë herë që futbolli luhet për tifozët. Ne stafi dhe djemt javi maksimumin që tifozët të shijojnë një futboll sa më të bukur dhe luhet për ata. Sigurisht mbështetja e tyre jep një shtyrë akoma të madhe në këto javë, sidomos këtë javë që është shumë e rëndësishme për ekipin, që janë 3 ndeshje që varen shumë gjëra. Prandaj e ftoj gjithë të japin maksimumin, edhe lojtarët të japin maksimumin dhe shpresojmë që të marrin maksimumin e pikëve.